Kështu që pasurojnë njëri tjetrin në fundit, pasurojnë njëri tjetrin dhe qëllimi është në fund fare është fëmia, mirëqenia e fëmijës. Një shqetësim që nuk ka qenë te prindrit, por në ditët e sotme vjen i përditshëm tek ju. Komunikimi dhe përqendrimi. Dy. Domethënë prindit janë gjithmonë të shqetësuar se fëmia im nuk po flet dhe të shqetësuar pse është i papërqendruar. Domethënë ka fëmijë që nuk rrin në një aktivitet e kanë shumë të vështirë të përfshihen në një aktivitet apo të qëndrojnë ulur. Në momentin që tregohet dhe fillohet leximi i brallës për shembull, fëmijët janë domethënë shumë pak të përqendruar. Dhe këtu prindit shqetësohen sepse zakonisht përmbas ditëve kur takohen me prindit na pyesin edukatorët dhe i thon si shkoi dita, thotë edukatori ai thotë se shiko, probleme përqendrimi, po thotë e kam bërë edhe në shtëpi të njëjtën gjë, konfirmojnë, po patjetër që e konfirmojnë. Dhe pastaj të folurit edhe një problem tjetër është se prindit kanë filluar të bëjnë krahasime me fëmijët e tjerë. Kur dalin sepse janë fëmijë lagje, dhe kur dalin te kobolli fillon shikojnë ai flet shumë mirë, flet shumë qartë, pse ai ky nuk flet, çfarë problemi ka? Aty pastaj fillojnë të shqetësohen. Edhe fillojnë edhe i shikojnë gjërat me lupë pastaj.